Nuk ka vend tjetër ku të doja të isha përveç se pranë teja dhe pranë fëmijëve tanë, Diorës dhe Dartit. Të dua më shumë se sa mund ta shprehin fjalët dhe faleminderit që je ti. My best friend holding my hand again until the very end. We're still in love. Dashur miq të Mam, përpara se cilin personazhin e radhës i cili do sjellë eksperiencën e personale dhe jo vetëm, dua të bëj një falënderim për mbështetësit e këtij emisioni, siç është Lajthiza dhe Dino Rios. Një falënderim të përzemër që keni qenë gjatë gjithë sezonave që prej fillimit të podcastit Mam. Gjithashtu, dua të falenderoj secilin prej jush që na ndjek javë pas jave dhe do doja shumë që ti që po na ndjek tani në këtë moment dhe ende nuk e bërë subscribe në kanalin ton, të bërë subscribe dhe të na ndjekësh në çdo video që ne do të vim, jo vetëm me emisionin. Ju përqafoj dhe le të ndjek personazhin e radhës. Ju përshëndes të gjitha, sot do t'jem me mamin e Diorës dhe Dartit. Jam me të utëm, faleminderit që ka ardhur në Mam për të na rrëfyer gjithë rrugtimin tënd të mëmësisë, që ka pas 8 vjeta pa diskutim, por duke nisur edhe me fëmijën e parë me Diorën që pa diskutim besoj ka qenë një shtatzani e mirë edhe vazhdimsi e mirë, apo jo? Faleminderit që u bëre pjesë e Mam dhe shpresoj që në minutat në vazhdim t'japim edhe mesazhet e duhura për mamat që na ndjekin, që kalojnë në të njëjtat situatë si ti, t'i japësh zemrën njëkohësisht si një grua e fortë që ti je dhe ja ke dalë mban. Fillojmë pak me fillimet, me erën e parë kur mbetesh shtatzan me Diorën. Si fillim, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Edhe unë shpresoj të jap mesazhet e duhura për të gjithë prindit që kalojnë të njëjtat situata si unë. E para sigurisht ka qenë Diora, ka qenë një shtatzani e planifikuar. E menduar, kisha menduar dhe se si do ishte Diora në ëndrat e mia, po. Edhe po i thoya gjithmonë bashorti, shpresoj që të jetë një me sy bëqell, sepse edhe bashorti mi ka sy bëqell, të jetë bjonde, kaçurelse. Dhe realisht ashtu doli në fillim. Po. Okej, shtatzania ishte... Ka qenë shtatzani e mirë, e qetë? E mirë, okej, unë kam pasur pak probleme. Ke pasur të vjella, apo? Jo. Fatmirësisht nuk kam pas një ato probleme, thjesht kisha një koll që dukesh si alergjike, që në fakt e kam pasur më të dyja shtatzanit. Po, edhe fillonte nga nëntori deri në janar. Do të thënë kishe nëntor janar, po, edhe nuk është se kisha nga ndonjë, ndoshta ishte alergjike. E kuptoj. Por përveç kësaj nuk është se kisha ndonjë gjë tjetër, po. Patjetër ishte si të thash, ishte një shtatzani e planifikuar, kishim planifikuar të gjitha, pasi morën vesh që ishte vajzë me eko? Po, më duket se kam qenë diku 14 javësha, atëherë kam marrë vesh, po. Edhe kemi bërë një gender reveal modest, le të themi, me njerëzit tanë më të afër. E dija vetëm unë. Okej, pra ishte surprizë për ata. Për ata ishte surprizë, për mua nuk ishte surprizë. U gëzova shumë, sepse në fakt unë i dua shumë vajzat. Gjithmonë kam dashur që të kem vajzë, sikur edhe 1, 2, 3, po një e doja patjetër që të ishte vajzë. Gjithashtu edhe bashorti. Pastaj më bukur, domethënë ja marr vesh kur bashorti kur unë isha shtatzan, domethënë. Si e ka marrë vesh? Ati i pëlqente një lloj çokoladate, edhe unë i futa një letër, i shkruajta një letër që të bëhesh baba, edhe ja futa në çokoladë. Po, pastaj mbasi mbarova punën, i thash do vish të pijmë kafe? Okej, thaj. Tash të kam blerë të çokoladën që e ke qef ti. Okej, tha faleminderit, edhe pa i sikur e ndjeu se kishte diçka. Po, në një qatë, po, që pa amë, tha mua, tha ti, tha diçka për gordisë, tha mua, jo, i thash në asnjë gjë. Po, tha një gjë për gordisë. Kur vazhdoi që ta hante çokoladën, pastaj i doli edhe letra. Pastaj hapi letrën sigurisht, e lexoj, edhe u emocionua, u përlot, u përqafua. Si ishte lajmi për të që po vinte një vajzë për bashortin?
E priti me gëzim? Me shumë gëzim. Nuk është se tani të gjithë, më thënë të rritë, të gjithë burra, sidomos shqiptarët e duan një çunë. Por nuk është se të mërzite për një vajzë dhe mendoj se e ka ditur që në fillim se sa do ta donte, sepse ai është shumë i lidhur me vajzën, edhe vajza me atë është ekstrem shumë i lidhur. Është goca babi, domethënë, ë? Po, edhe djali po, do flas pastaj për djalin. Po, e ke lindur në shtet apo privat? Në shtet. Ku? Po, të dy tek Geraldina. Geraldina. Ka qenë një lindje e mirë apo? Të them të drejtën, ka qenë një lindje e vështirë. Pse? Mbaj mend kanë filluar, sepse ka zgjatur gati 2 ditë. 2 ditë dhimbje. Ato dhimbjet e para që ishin të lehta kanë filluar që me datë 6 në darkë, ka qenë në shtunë, mbaj mend. Pastaj ato ishin të menaxhueshme, kupton, nuk është se ishin dhimbje shumë të forta, e kuptova më njëherë që ishin ato, por prap nuk fola sepse isha tek mami dhe këto ne shqiptarët kemi që mos i tregojmë mamit, po gjithsesi mami e mori vesh sepse isha aty. Pastaj gjatë të dielës kisha më shumë dhimbje, shkova në spital dhe më thanë që okay, më t'jesh bërë gati, por nuk ja akoma, shko në shtëpi. Edhe shkoj në shtëpi tani më pyet mami çka ke, po më them stomaku, i thoja se më vuaj pak nga stomaku. Po. Edhe sigur e kamuflova pak atë, më dhem stomaku, pastaj ka qenë dikura 5 mbas ditës që pije tapamukoide. Po. Në atë moment pastaj nga që dhe nuk e dija që ajo mund të priste gjatë, kuptoj, dhe unë u panikosa pak. Vajta në spital edhe në atë moment. Ishte pak hemorragji, besoj. Është si nuk ishte tamam se këto ndryshojnë. Duket se me vajta dhe me djem është pak ndryshe. Ishte një ngjyrë pak më si kafe, një gjë e tillë, po. E kuptoj. Mbasi vajta në spital, pastaj më mbajtën, edhe pse nuk isha gati, po gjithsesi më mbajtën për të qenë të sigurt. Nuk është se kisha shumë dhimbje, sepse nuk ishte ardhur, po. Jo, nuk ishte ardhur akoma momenti. Dhe kam denjur të dielën gjithë natën, mjeku i nuk ishte sepse qelloi fundjavë. Mjeku që më ndiqte dhe erdhi të hënën. Që unë do lindja. E pa që nuk po... Përja dilje do të nuk parja do dhe më kanë bërë stimulant. Okej. Për shumë kohë. Pa që nga mëngjesi deri në 6:20 mbas ditës. Okej. Dhe ishin dhimbje. Të frikshme. Të frikshme, sepse të vinin, ishin shumë të shpeshta, ishin të njëjta, ishin të njëjtën dhimbje, nuk është se ato vinin gradualisht duke nga më të lehta pak më të forta, ato vinin më njëherë. Kishte sikur më gjuante një njeri në fundin e vargut dhe në mes. Po. Ishte shumë, më thënë, ai sa nuk po i duroja dot edhe i thoja motrës, i thuaj doktorit më futsi në operacion sepse unë do të nga gati 3. Ishte shumë, nuk po duroja dot. Imagjino dhe këtë e ke thënë? Po, e kam thënë. Imagjino atë presionin e atij momenti. Ishin shumë, ndoshta ishte hera parë, nuk e menaxhoja dot, po ku dëgjoj, ishin dhimbje shumë të Ishte pa përgatitur për ato dhe ishte shumë e pa përgatitur. Dhe realisht kur mbasi kam lindur kam kuptuar që un kam marrë stimulant, sepse nuk e dija që kisha marrë stimulant. Po, dhe më mirë që se dija. Pastaj rreth orës 6:20 kam lindur, edhe mbaj mend që kisha si ethe, më dridheshe trupi, dhe mjeku më ndonte se unë kisha frikë, dhe i thoja nuk kam frikë, sepse në momentin që doli bebi unë nuk kisha mas një dhimbje, s'kisha më fare dhimbje. Edhe thjesht ndoshta nuk e di nga lodhja, nuk e di nga çfarë. Me njëherë pas lindjes fillojnë konvulsionet. Kisha dridhje, kisha shumë dridhje, dukeshte si ftohtë, ose nganjëherë ose trupi ishte lodhur shumë, ndoshta dhe ishin kontraktuar muskujt, ndoshta kjo ishte. Po me gjithonjen si ke qenë? I kam dhënë deri gati pa bërë 2 vjeç. Okej. Po nuk me Diorën nuk kam pasur probleme me gjirin që të më çahet apo që të kem dhimbje apo jo. Fantastike, po. Jo, nuk kam pasur, me thënë drejtë, me Diorën. Kjo ka qenë edhe kisha lehtësi. Nuk është se le të themi shtove me formulë fare, ke qenë ekskluzivisht me I kam shtuar formulë pak, po vetëm 2 vakte, më duke se mbaj mend se më dha pediatra, sepse duhet i bëja vaksinën e 2 mujorit. Edhe nuk e kisha arritur akoma të peshën, sepse si duket edhe gjyrim nuk, ndoshta edhe si mjaftonte, ndoshta ishte
a ki hall, si shton të mamat. Po. Dhe, Këto, me sa po jo diun, për shumë kohë. Edhe nga ekspert laktacionet nuk është ashtu, nuk është gjëri hall, nuk ka, do të thënë janë Nice, disa ndoshta si teori, po mjaftonte. ndoshta kështu jemi mësuar ne Po nga. këtë po them pra se më siç na përpara kanë jo thënë dikush të shti hall, dikush të mjafton, kupton? Po, e vërtet. Po, nata parë që Diora ka fitur vetëm pa mua, ka qenë atë natë që më kam ikur në spital për të lindur Dardin. Vërtet gjithmonë ke qenë me të? Asnjëherë, edhe kur dilja, gjithmonë e merja me vete, gjithmonë. Do të thonë mund të kenë qenë raste shumë të rralla që mund ta kem lënë e gëzoje Diorën shumë. Po, shumë. Shumë, të drejtën çdo e kam shtyra më vërtet rritjen e Diorës çdo moment. Kishim rutinën tonë. Jo, bas Diorës, mbasi lindi Diora prita të bësh 1 vjeç. Pastaj pak para se Diora të bënte 1 vjeç, ra pandemia dhe ne u mbyllëm. U mbyllëm. Pastaj ishte pak e vështirë sepse unë nuk doja ta lija gjatë gjithë kohës Diorën vetëm, apo se unë e çova dhe në çerdhe. Doja një punë që mos ta kisha nga mëngjesi deri vonë, sepse nuk ishte shumë e vogël për mendimin tim për ta lënë kaq shumë kohë vetëm. Pastaj këto herë duke shtyr. Pastaj kur Diora ka qenë rreth 2 vjeçe, kam filluar prap një punë. Pastaj ngelën shtazan me Dardin. Pastaj me Diorën e kishim rutinën tonë kur zgjoheshim mëngjes, do të dilnim të bënim një xhiro gjithmonë, sikur ishte verë, sikur ishte dimër, sikur ishte shi, sikur gjithmonë do dilën ajër të pastër. Gjithmonë. Pastaj ktheheshim në shtëpi, bënim ato gjërat tona, jo do gatuanim, jo i tregoja për shembull hajde se do bëjmë drekon, hajde se do pastrojmë këtu, hajde. Gjithmonë i flisja. Keni pas momente të vështira me Diorën? Qofsh nga shëndetit ose nga ana shëndetësore, shqyr zotit, jo. Nuk kemi pasur gjëra shumë të rënda, le të themi. Kanë qenë gjëra viroza, gjëra të zakonshme. Të zakonshme, nuk është se kemi patur ndonjë gjë, me thënë drejtën. Ka qenë e mbar në rritje. Në rritje. Përveç pjesës ushqimit. Po, ka qenë e mbar. Po megjithatë edhe pjesa e ushqimit, ne flasim shpesh edhe pjesën e ushqimit, do duhet të hedhim sytë edhe nga vetja jonë se kemi qenë ne në pjesën e ushqimit. Po, sepse dhe mami më thoshte gjithmonë, po ti çka kërkon nga Diora dhe ti vetë ke qenë kështu që nuk haje. Kështu që prandaj i bëthiri dhe mamave që shqetësohen edhe për bebat e tyre, për fëmijët e tyre që shqipni sytë nga vetja juaj si keni qenë, nga bashorti, sepse janë... Po, më thënë drejtë ne që të dy kemi qenë azali të vegjit edhe... Eksakt, kështu që njësoj do jetë. Po, ne që kemi qenë vetë nuk doam që ajo të jetë. Nuk e pranon dot, është krejtë natyrshme, është diçka që vjen krejtë natyrshme, s'keça. Është vërtet. Por Pelenën kur ja ke hequr Diorës? Diora ka qenë 2 vjeç e pak. 2 vjeç e pak. Po më ka ndihmuar shumë dhe kur ishte në çerdhe. Më ndihmonin shumë sepse Diora ishte fëmia më i vogël i grupit. Okej. Edhe në momentin që ata çonin fëmijët më të rritur në tualet. Në tualet. Edhe ajo e çonin dhe Diorën. E çonin edhe pse kishte më pampers e çonin. Po. Edhe pastaj në verë në kohën që ne shkuam në plazh, 10 ditë unë ja hoqa. Nuk ja vura fare. E kishe të vështirë? Më thënë drejtë jo, sepse siç ja bënin në çerdhe ja bëja edhe unë në shtëpi, dhe pse kishte pampersin. E çoja vazhdimisht për që të mësoheshe me pjesën e tualetit dhe nuk e kisha të vështirë. Nuk më është dukur, domethënë, një proces i vështirë. 10 ditë që isha në plazh nuk e mbajti fare dhe kur flinte vetëm janë këto që janë si mbajtje të vogla që janë me plastik në pjesën e pranë. Nga jashtë, që mos të dilte gjë dhe nuk e vura më. Edhe ka qenë pampersi i fundit që i kam përdorur, ka qenë në plazh i fundit, edhe nuk ka përdorur më. Dhe se këto janë shpenzime të mëdha në fund të ditës. Po janë, po dhe është komoditet që si fëmia, sepse ai mund ta çosh ku të duash, pastaj nuk është se je në makinë, jo pampersi, jo letrat e lagura, jo je në siklet. Kur je ashtu më shumë Diorësita është vetë duke e ndruar, do të stresoj. Prandaj kur është ai momenti i heqjes Pelenës thua shqyrse edhe për gjirin, më thon drejtën, unë më shumë e kam patur problem kur i kam hequr çuçin, që mbante. E ke pas problem atë? Ka qenë 1 javë për çuçin, ndërsa për gjirin jo. I kam hequr gjirin, nuk ka qenë fare dhe qaja unë se më vinte keq, sepse ajo ishte mësuar që flinte në gjirë. Ajo lidhja. Edhe i thoya, po pse s'qaj kjo që ti them mos qaj? Klaudia, sa bashkëpunus ka qenë me Diorën, ishte gjithmonë bashkë në çift apo në këtë pikë? Gjithmonë. Të them të drejtën, me Diorën edhe ka patur pak më shumë kohë, por edhe kur punonte 2 punë, ka bërë edhe 3. Gjithmonë Sara ka qenë në shtëpi, ka qenë bashkëpunues. Si me Diorën, si me Dardin, si me në tërësi, me shtëpinë, me çdo lloj pune që unë mund ta bëja, domethënë nuk po them për të gatuar.
por çdo lloj pune që unë bëj në shtëpi ajo është bashkëpunues. Është ke shumë e rëndësishme në fakt. Është vërtet. Kur do të vinte darti? Ishte i planifikuar, ishte surprizë Le të themi që ishte i planifikuar, po për pak më vonë. Okej. Nuk ishte fiks momenti, le të themi. Diora ishte e vogël, për mendimin tim ishte, domethënë për mua ishte e vogël, ajo ishte sa ishte 2 vjeç e pak. Po, 2 vjeç, as 2 vjeç e gjysmë nuk ishte. Edhe kjo ishte kur e morën vesh nuk është se është ndryshe kur e morën vesh herën e parë, ka tjetër emocion, jo se nuk e do të dytën, por është një gjë që ti e njeh. E di si gjë, po. Po, dhe e dyta ishte pak më kështu. Okej, jam, edhe kaq. Okej, jam shëzan, fillojmë tash edhe një 9 muaj tjetër. Po. Shtojmë familjen. Po. Kishte dëshirë që ti ishte çun, them të drejtën. E tha? Jo kam, nuk mërzitesh, sepse thash, ai tani thoshte që unë e di se se çfarë marrëdhënie kam me Diorën, e di se sa shumë e dua Diorën, e di se si janë vajzat. Thoshte që edhe nëse do ishin 2-3 dhe të ishin vetëm vajza, nuk do mërzitesha. Po duke qenë se ai ka qenë i lidhur gjatë gjithë jetës së vet me futbollin, me sportin, e kishte një ëndër në sirtar që të bënte një futbollist të vogël. Kishte një futbollist të vogël, po. Po dhe edhe me Dardin pak a shumë, ai ka qenë 14 javëshe kur e zbulua që ishte djalë, po. Patjetër lumturi ishte shumë. Ishte aty në eko me ty në tani apo jo? Kjo ka qenë ndryshe. Kur vajta për të bërë ekon, për ta zbuluar gjinin, i them se ishte po një tim mjek që më ndiqte. I them që shiko, mos ma thuaj se çfarë është. Nëse duket, shkruaj vetëm aty tek letra. Tha mua tha dëgjoj tha. Vjet tha, se më kujtoj si tani, vjet tha, më thonin tha pa ardhur, këtë më thonin, o doktor çaj kam, o doktor çaj kam. Këtë vit tha gjithë tha vin këtu thonë mos ma thuaj. Por gjatë kësaj shtacianie me Dartin, ke pasur në shqetësim? Përveç pjesës, domethënë që kisha të kollën alergjike dhe që kalova dhe Omikronin, që është një version i Covidit, ajo më agravoi pak atë kollën. E kisha shumë më të vështirë. Po për një periudhë të shkurtër, jo shumë të gjatë. Pastaj gjë tjetër nuk kam patur deri momentin që erdhi në jetë, pastaj që lindi, nuk 39 javësh. 39 javësh. Në atë moment nuk më thanë qavi. Qau, lindi duke ishte krejt një fëmijë normal, nuk është ishte i nxjerrë, edhe si ishte, nëse do lilte Diora e nxjerrë do e kuptoja, sepse zjati shumë procesi lindjes, por dhe ajo nuk është se ka pasur të nxjerrë apo duke shef një fëmijë normal, ma treguan, ma vendosën këtu Dardin. Pastaj ndoshta ato e kuptuan dhe s'donin të më panikosnin që kishte diçka, sepse ai që kur lindi pati probleme me frymarrjen, kishte mungesë oksigjeni. Më dërguan në dhomë tek lehonat. Edhe po prisja që të vinte fëmia, e gjithë po prisnin, po pyesnin që pse s'po e sjellin. Jo se po i bëjmë ca kontrolle, dhe ato s'donin që të më merakosnin, po të gjithë ishte një gjësi shumë e keqe, domethënë kur ishin të gjitha nënat me fëmijë dhe vetëm unë. Po e ndjeja, ajo ndjenja që kisha pasur është tani sa vazhdonte dhe rritesh, e kuptoj që kishte diçka. I thash ju s'po më thonin që unë e kuptoj që ai ka diçka. Edhe më thonë që jo, shiko, se ka pak mungesë oksigjeni, kemi futur në inkubator, do të bëjmë disa analiza. Edhe okej, për momentin u mundova ta shqetësoj veten, ndoshta s'ka ndonjë, sepse kisha dëgjuar që kishte edhe fëmijë që kanë nevojë për inkubator për një ditë, 2, 3, 2 muaj, nuk e di. Nuk është se e mora që në moment të parë me kaq shumë stres. Po, gjithsesi kur e shikon, pastaj është ndryshe. Atje duhet të prisje dhe orarin për të fajtur, se nuk mund të shkoje me njëherë. Unë duhet të prisje orën 12 të drekës për të futur për ta parë. Dhe më të drejtën, kur e pash, më preka dhe qava kur e pash në inkubator, sepse po prisja që ta merja, kupton. Nëse mbasi e pash, prap nuk mendoja si ishte një gjë shumë e rëndë, kupton. Sepse dhe informacion nuk është se po më jepnin shumë, se çfarë kishte sa ata, nuk e dinin. Nxorën atë moment që ta jepnin ty sërish në gjë apo jo? Nga inkubatori? Jo, e kanë dhënë shumë ditë më vonë. Shumë ditë më vonë. Pastaj mua më nxorën, i kanë në shtëpi. Dhe përveç momentit që e kanë parë, ai ka qenë moment më i vështirë sepse unë kisha të gjitha rrobat e Dardit, i kisha palosur, i kisha rregulluar. Dhe i mora në shtëpi, shkova në shtëpi pa çunën, kupton? U ndjeva shumë bosh.
u ndjeva shumë keq, që u ndjeva dhe pak sikur po e tradhtoja që e kisha lënë në spital edhe unë erdha në shtëpi. Po nëse do rri aty do kaloja gjëra ndoshta më nuk doja që ta rëndoja sepse ai kishte nevojë për mua. Nëse në atë moment nuk doja në fakt që të shikoja asnjëri aty, jam vetëm kam ndenjur vetëm. Ka edhe mami mi thash që të lutem dua të rri vetëm, nuk doja asnjëri aty. Patjetër më që edhe unë preka i qavën thorat sepse unë e kështu jam tip që nëse dua ta nxjerr sikur edhe nëse jam e nervozuar, edhe nëse jam e mërzitur, unë e nxjerr më të qartë, sikur e shkarkoj. Pastaj vazhduan duhet të shkoja që ta vizitoja, t'i çoja dhe qumësht, sepse ata ja jepnin me... Nuk po pompoje vet? Po. E pompoja dhe e çoja çdo 3 orë. Okay. E çonte bashorti me motor ose shkoja me motrën, sepse në atë kohë unë nuk jepja dhe makinës në fakt, nuk shkoja çdo 3 orë gjysmë duket se ka qenë, që i çoja qumshtën deri në 12 natës, pastaj ka zgjatur që ka ndenjur në inkubator deri 2 javë gjys. 2 javë gjys. Kur filluan ta nxirrnin nga inkubator që të më jepnin mua, tentonin që ta fusnin në gjip, ai nuk e merrte gjirin. Sepse si duket e kishte nga problemi i frymarrjes. Por aty nuk është se e kuptuan se çfarë kishte realisht, nuk është se mund të gjeni një diagnozë. Thanë që është mirë, mund të shikosh pak këmbët, sepse të dyja këmbët i kishte pak si të kthyer? Si të kthyer, pak, shumë pak. Edhe po prap nuk, edhe kur e çova në shtëpi, që po e laja, i thoja mami që ky ka diçka, sepse e shikoja, përveçse i dobët, po nuk është, ai lindi 2.900, që shumë fëmijë është okay për peshën. Ai normalisht humbi, siç humbin bebët. Dhe thoi që ka diçka që nuk shkon jo. I thotë se më thoshte mami se është i lodhur, ka ndjenjë inkubator jo. I thoja unë ndjeja dhe kisha eksperiencë sepse e kisha parë Diorën, sepse dhe Diorën nuk është se kishte pasur ndonjë peshë shumë të madhe. E shikoja sepse tek pjesa e shtutës kurizore në fund e kishte pak ndryshe nga fëmijët e tjerë. Edhe okay, gjithsesi ja lash ato, ai për shembull nuk, i thoya po ky nuk e kap gishtin fare. Sepse fëmijët, bebet, e kanë instiktive që të kapin gishtin. Okej, është i lodhur ndoshta se shtrëngon shumë, pa ai nuk e kapte fare, kupton? As nuk tentonte që ta kapte gishtin. Ka zgjatur, e ka mbajtur në shtëpi, domethënë ai ka dalë me 4 korrik deri në fund korrikut. Pastaj u përkeqësua. U përkeqësua unë dhe qumshtin kur ja jepja me biberon sepse ai nuk e merrte qirin. Edhe shikoja që nuk e koordinonte mirë lëvizjet e gjuhës për biberonin, por prap këto nuk më thonin që nuk e kuptonin apo ja lan lodhjes inkubatorit, nuk e di. E parë që u përkeqësua, ai u zverdhi gjithi, ai ishte bllokuar, domethënë ishte bllokuar më shkrit. Edhe e çojnë në pediatri, kemi ndenjur 1 javë. Dhe mbas 1 jave ai pastaj u përkeqësua dhe çuan në reanimacion. Okay. Ka ndenjur 3 javë te gushti, domethënë. Ka ndenjur në inkubator, në reanimacion. E kishte ndonjëherë dukeshë më mirë, në momentin që dukeshë sikur po përmirëson, atëherë bëhej më keq. Po ato 3 javë reanimacione domethënë kanë qenë të tmerrshme. Sepse përveç sikletit që kishin për Dardin, kishte fëmijë që kishin probleme të tjera, kishin fëmijë që fatkeqësisht edhe nuk ja dilnin. Edhe kanë qenë shumë, ishin ditë errëta, le të them. Nuk të thonin se ç'a kishte. Nuk e kuptonin. Këto dyshonin për një se nuk më vjen emri tani, për një keq formim të rrugëve të frymarrjes. E çojnë për t'i bërë një skaner, edhe ai aty si duket nuk e duroi dot që të susin se që mos lëvizë, sepse ta japin një ndonjë që mos lëvizi. Edhe ai u bë Leila, dhe shiku. Edhe në ditën e dot. Jo, ishte ai sa vinte të përkeqësohesha. Dhe çfarë vendoset në atë moment? Në atë moment vendosëm që ta dërgojmë në Itali me mendjen tonë. Kemi marrë një ambulancë private. Dhe se ishte një rrugë gjatë, 20 orë me ambulancë. Dhe kur vajtëm nuk e dija, sepse
Ne kemi dëgjuar për Italinë apo të kemi parë, por se si funksionon shëndetësia nuk e di, më kupton. Kisha edhe frikë, do ta mbajnë, s'do ta mbajnë, çfarë do thonë. Mendoja që kur shkojnë atje do të ja gjejnë më njëherë se çka kishte. Ato ishin në oksigjenin, i bënin ato matjet e tyre, kuptoj, i bënin ato testet e gjëra, i thojon çka ka. Edhe mami tha, shiko, tha, ti ke 2 muaj e gjysmë në Shqipëri, tha, dhe se ke gjetur do çka, nuk e gjejmë do thane për 2 orë. Ato kishin të drejtë, por unë kisha të sikletin tim, kisha ankth, isha në një vend që nuk i njeh asnjëri. Gjithkohës kisha stres, thoja si kam ardhur këtu, ndoshta edhe këtu nuk do t'i bëjnë dot gjë. Pastaj të parën që i kanë bërë një ekzaminim, i kanë bërë një endoskopi, që ishte për të parë rrugët e frymarrjes, dhe doli që ai nuk kishte asnjë problem nga rrugët e frymarrjes. Okej, atë që dyshonin në Shqipëri. Ata që dyshonin në Shqipëri, ai nuk e kishte. I bën analiza gjenetike, i kanë bërë për dyshuan për SMAN, dyshuan për fibroz cistike, nuk e kishte asnjërin. Por dhe këto analiza ka zgjatur diku 6 muaj dhe unë e kam marrë vesh kur erdha në Shqipëri, por ata e kishin krijuar atë idenë se çfarë kishte Dardi. E kuptoj. Që kishte një neuromuskular, një problem neuromuskular që e pengonte, domethënë që nuk koordinonte dot lëvizjet. Ai lëvizte, por nuk i koordinonte dot, nuk e dinte që se çfarë mund të bënte me dorën, çfarë mund të bënte me këmbën, kupton? Pastaj dhe pjesa e frymarrjes, ai kishte distres respirator dhe në fillim ka pasur shumë aparatura, domethënë për gati një javë unë se kam mbajtur fare në dorë atje, se merrja dot. Sepse kishte oksigjenin, kishte një tub që ushqeshe, sepse ai smerte dot nga goja. Dhe pastaj, duke qenë se ai i çajshin venat, aty i vën një në arterien kryesore, një QVC thonin ata, dhe të paktën ajo i zgjaste për mjekimet, i zgjati diku 3 javë dhe s'ishte nevojë që ta shponin vazhdimisht. Dhe kam ndenjur atje 2 muaj e gjysmë. 2 muaj e gjysmë. Pa dal fare. Dhe çdo ditë ishte duke mos ditur edhe se çfarë ka. Duke e parë dhe që nuk ishte një gjë kalimtare, nuk ishte një gjë e lehtë. Do jetoje me të tashmë. Po është e vështirë. Si ta pranosh, por edhe mbasi e pranon është e vështirë ta menaxhosh se si do jetë vazhdimësia. Se okay, ja e pranon, sepse edhe ta pranosh nuk është e lehtë. Nganjëherë shpresoj edhe kur flia ndroja të zgjohem, thoja dhe mos tjetë e vërtet. Duke si ëndër e keqe. Më duke si një ëndër e keqe dhe mos tjetë e vërtet. Pastaj sa herë që vinin mjekët që do thonin sepse kishte paktën për këtë pjesë, për të ekzaminimeve, nuk ishte edhe nevojshme që ta nxjerrë gjithmonë nga dhoma, sepse ata çdo gjë ja sillnin aty. Ka pas një përkujdes maksimal. E kuptoj. Po ato të muaj ka qenë presion për ty edhe për faktin që ti nuk ishe Diorën. Patjetër. Ishin shumë gjëra. Sepse sado që ti thuash dikujt të familjes që s'është aty se çfarë po ndodhte, nuk mund ta kuptosh asnjëherë personin që e përjeton dhe jeton aty. Sepse çdo ditë përballesha me nga një lajm. Okej, nganjëherë ishin të mirë, gëzosha për diçka, derisa e kuptoa që ai s'kishte probleme shumë as me syt, as me veshët, as ndonjë gjë tjetër. Domethënë, mendosha që këto të paktën të pjesët pozitive të ngushëllohesh tek ata. Po e kuptoja në momentin sa po hynin në derë mjekët, sado që e zbukuronin mënyrën se si ma thonin për të mos më lënduar, për të ma thënë sa më but, unë i kuptoja në fytyrë sa të vinin. E dija që diçka nuk do ishte shumë. Nuk ishte mirë. Po. Por mungesa e Diorës dhe vështirësonte edhe më tepër. Shumë sepse ndodhi dhe që Diora ndoshta përveçse ishte shumë e vogël, ishte vetëm 3 vjeç. Nuk e priti që unë do rria kaq shumë. Edhe ajo nuk më fliste. Sa po unë e merja, sa po hapte videon, më shikonte kështu dhe grindeshe. Nuk tonë sepse nuk refuzonte. Refuzonte sepse nuk e shpjegonte dot që unë i mungoja, sepse Diora është pak a shumë si unë jemi nuk i tregojmë emocionet me fjalë, nuk jem tip të mbyllur. Edhe ajo nuk e fliste këtë gjë, dhe unë më mërzite se unë tek ajo kapesha që të mbahesha. Domethënë nëse ka pasur një person që më ka mbajtur, si thua, mendje në kohë, ajo ka qenë Diora. Sepse ka qenë shumë situatë vështirë. E mori natë vllajin.
Jo, dhe kur lindi, që unë solla në shtëpi, ishte çuditshme sepse nga lidhja që unë kisha me Diorën, mendoja se ajo do bëshë xheloze, por nuk ka qenë fare. Nuk ndodhi. Fare. Dhe ajo nuk është se ishte mërzitur sepse unë isha me vllajën, po ajo ishte mërzitur pse nuk isha unë aty. Me të. Edhe nuk e shpjegonte, dhe kjo më vriste që unë nuk flisja dot me Diorën. Se s'më thoshte asnjë gjë, kupton? Gati një muaj gjysmë nuk më foli fare. Po. Edhe ju thoja, po ju flisni Dior, si thoni që kur të vi mami do ikim këtu, mos i thoni vetëm që do vi mami, se ajo atë gjë nuk e kupton. Bëja në formë loje, për shembull, kur të vi mami do ikim te kjo lodër, do ikim në një qytet tjetër, do ikim diku këtu. Ajo si duket aty pastaj sikur u ngro pak. Po ishte e vështirë sepse Për kthimin në shtëpi. Kam qenë vetëm përsëri. Kam qenë vetëm sepse unë atje nuk, edhe 2 muaj gjysmë që kam ndjenjur vetëm, nuk doja vetë që të vinin, as bashorti sepse nuk doja që Diora të ishte vetëm. Por realisht ndonjëherë them kam bërë gabim. Sepse kisha nevojë që jo vetëm për një fjalë, kisha nevojë për një që të më përqafonte dhe thoshte që shkoja unë dhe çdo gjë të kaloj. Po aty të përballesh vetëm është shumë e vështirë. Sado që aty kishe njerëz të mrekullueshëm, infermierët, mjekët, njerëz që vinin, që ishin thjesht qytetarë të tjerë që vinin ndihmonin, po prap nuk ishin familja ime. Nuk më ngushëllonin dot. Sado që mundoheshin nuk më ngushëllonin dot, nuk më hiqnin dot ato peshën. Dhe thashë vetmja gjë që më mbante, sepse kam menduar edhe gjëra shumë që shumë të këqija që nuk duan menduar. E menduar brasësh veten. Jo deri aty, po nganjëherë doja që të më ndodhte, po jo që ta bëja vetë. Doja që po pastaj thoja që okay, iki unë, po këta të dy kush do t'i mbaj. Dhe kur erdha, me thënë drejtën, po ishte vështirë dhe patjetër ajo që ika nuk erdha, sepse unë isha i person tjetër, kur erdha do diçka brenda ndryshon. Kupton? Ato ditët e para ishte pak e vështirë sa u ambientova. Ishte vështirë patjetër sepse çdo gjë kishte me orar, sepse Dardi kishte refluks edhe villte. Dhe në një moment që shtrëngoheshe pak, duhet ishe patjetër aty sepse ai mund të ishte në të vijë, po. Edhe patjetër duhet ta aspiroje që ta pastroje. Dhe natën duhet zgjohesha sepse kishte ushqimin që e merrte sepse Dardi, sepse nuk e ceka, ushqehet me peg. Me peg, po. Edhe çdo gjë kishte me orar. Do të zgjohesha natën 2-3 herë për t'i vënë qumësht, do të zgjohesha për ta ndruar sepse ai djersitesha vazhdimisht. Dhe domethënë nuk kisha fare. Domethënë nëse do t'i mblidhja gjatë natës 2 orë ose 3 gjumë, më shumë nuk mundesha. Çfarë diagnoze përfundimisht mori Dardi? Atëherë, Dardi nuk është se ka një emër, diagnoza nuk është se ka një emër sëmundje, por ka një ser diagnozash, le të themi brenda. Ishte një mutacion kromozomik. Kromozomik. Po. Okej. Që quhet pjesë 2. Okej. Dhe kjo i jepte probleme me distresin respirator, hipotoni totale të trupit. Dhe duke qenë se kishte hipotoni, ju bë dhe skolioza. Okej. Sepse duke qenë se trupi nuk qëndron. Nuk qëndronte, po. Po. Dhe kryesisht është një problemi të ushqyerjes që nuk ushqeshe dot nga goja për këtë arsye, sepse duke qenë se ai merr frymë, Dardi merr frymë me gojë. Jo se nuk mund të marr frymë me hund, por nuk di. Dhe këtë gjë do ta mësoj mekanikisht. Po. Dhe duke qenë se ai ka dhe një gjë që kur ha do dhe të flasë. Edhe nuk i bën dot të gjitha. E kuptoj. Dhe nuk është se ka, domethënë, një sëmundje që të ketë fiks një emër. Okej. Kupton? Një sindrom. E quaj një sindrom, por që s'ka një emër specifik, thjesht është mutacioni që quhet pjesë 2. E kuptoj. Çfarë mendove në atë moment kur doli ky rezultat? Mendove që ndoshta duhet ta kishe bërë niptin? Po. Por unë nuk kam bërë me asnjërin nga fëmijët. Thënë drejtën nuk e mendova, po asnjëri s'e mendon për veten e vet, kështu që e mendova. Të këtë ju a them për shembull mamave të tjera që duhet ta bëjnë. Po. Por
kur më pyesnin të tjerë që e ke bërë jo, po pse se ke bërë kështu? Pastaj ty më mërzisnin pak pse, sepse ai tashmë ka lindur. Kjo është gjëja më e keqe shumë e keqe, sepse të pyesësh e ke bërë apo jo, është unë them jo dhe këtu mbyllet më e di pse të pyeta unë ty, sepse dua të di sa i saktë është nipti në fund fare, për këtë arsye, edhe nëse ti e ke bërë. Nëse ti këmbgullet thua, apo pse se ke bërë? Jo, po qish se ke bërë tani? Jo, ajo nuk ka më vlerë. Shiko, sepse këtë po them, ajo nuk ka më vlerë dhe është njësoj sikur më thuaj që unë çunin e kam lindur dhe unë e kam aty. Më thua sikur po më thua shkollë vite tani. Po, kuptoj dhe është e kisha shumë stres kur ma thonin këtë dhe i thua shiko, unë nuk e kam bërë dhe kjo gjë është mbyllur, nuk tani pse si qysh tek ka ikur ai më. Ka ikur, po, e vërtet. Dhe këtë gjë s'duhet ta bëjnë. Po. Të pyesësh është tjetër dhe ta vazhdosh atë bisedën që pse apo me kërkesa llogarie. Eksakt. Në thonjza. Nuk duhet ta bëjmë të gjë. Sepse ndoshta unë nuk ndikohem, por dikush tjetër ndikohet. Dhe mund të lëndohet shumë nga kjo, ndikohet nga kjo gjë. Ti me një fjalë të vogël që i thua, ti mund t'i prishësh gjithë ditën apo gjithë humorin. Një nënë që ka shumë nevojë për qetësi, për të kujdesur për fëmijën e saj. Por unë ja sugjeroj që ta bëjnë, sepse tani nuk është më vetëm pjesa e moshës. Sepse tani janë një moshë fare të re, nënat diktojnë problematika po. Po dhe nuk është se ka të bëjë më për pjesën e moshës. Nuk ka moshë, është bashkimi do të thënë i të dy komponentëve të mashkullit të femrës në këtë kohë që nuk e dihet asnjëherë se si përfundon dhe në fund fare se si e ka shkruar Zoti. Që ai e di po. Dhe unë fakt jam shumë falënderuese Zotit në radh parë, sepse unë po shikoj për ditë, çdo ditë po shikoj përmirësimet e Dardit dhe them ndoshta vetëm ajo shpresa që kisha tek Zoti, është edhe vetë fëmijë, është shumë fëmijë luftarak, i do që t'i arrijë gjërat me patjetër, nuk e shikon veten si një fëmijë ndryshe nga të tjerët, sepse as unë si nën nuk e kam trajtuar si një fëmijë të sëmur. E kam trajtuar njësoj si trajtoja Diorën, i kam folur njësoj si që flisja Diorës. Fantastike, ata. Patjetër, kujdesi ka qenë ndryshe, sepse ai ka nevojë për një kujdes tjetër. Por nuk kam bërë këtë diferencën apo të them, apo të trajtoj veten me mëshirë që fëmia im është kështu. Nuk e dua, që unë nuk t'i jep forcë. Nuk t'i jep forcë. Nuk dua as që fëmijën tim, as mua, nuk dua ta shikojnë me dashuri. Jo ta shikojnë me mëshirë. Nuk është shumë e drejtë, është shumë vërtet. Nuk është gjë e mirë. Ja nisët me fizioterapi, logoped. Sa po kemi ardhur. Jo, logopedi jo që në fillim. Jo që në fillim. Fizioterapin po, që në momenti që kam ardhur këtu në Shqipëri. Them drejtën dhe i kemi ndruar. Për më mirë. Patjetër, po. Nganjëherë mendoj se edhe vetë fëmia kur kalon një periudhë kohe ka nevojë për një ndryshim, po, një metodë të re. Për një metodë, bravo, për metodën, jo për personin. Po, personin, po. Dhe deri tani kemi parë përmirësime të dukshme. Më përpara Dardi për shembull as nuk rrotulloi, as nuk e mbante kokën, as nuk prekte gjëra me dorë, jo më që ti mbante peshë, nuk qëndronte dot kishte shumë gjëra domethënë që si bënte, siç i bëjnë fëmijët e tjerë. Tani ai qëndron ulur, për të folur flet shumë madje. Lozi, përdor duar që të lozi, mundohet i mban dhe këmbët, për shembull ta mbash i mban do të si shtrëngoj dhe unë do eci tani, do eci ta dhe i numëron ato hapat kur e mbani numëron 1 2 3. Po. Si ka qenë për ty kur foli për herë të parë? Gëzosha për çdo gjë, po tani që flet më shumë, nganjëherë tani Diora tani sikur bëhet pak xheloze, sepse ajo është shumë fëmijë që të merr me të mira. Je kushtuar plotësisht atij apo edhe punon tani? Unë deri pak para kohësh nuk kam punuar sepse ishte pamundur. Nga janari kam filluar një punë që është vetëm 4 orë. Dhe për 4 orë e mban mami im dhe këtë dua ta ndaloj vetëm pak. Sepse mami gjithmonë, duke qenë që jetoj edhe afër me të, është bashkëprind me mua. Sepse edhe kur unë jam në punë dhe kur nuk jam në punë, ajo është kujtesa për çunin tim. Atëherë kur askush nuk e prekte me dorë, domethënë e mbante mami im. Dhe e gjej rastin këtu që ta falenderoj,
Mamat janë sepse fantastike. po, vërtet dhe nëse nuk do të kisha pasur ndihmën e asaj, unë edhe nga ana psikologjike, emocionale do të kisha pasur shumë të vështirë. Sepse, gjitha mamat i përkushtojnë fëmijëve, por mendoj se përveç se jemi jemi edhe njerëz, kemi nevoja të tjera. Përjetojmë dhe në emocione të tjera. Kupto, kemi nevojë edhe ne për pak hapësirë, për pak kohë, për të marrë pak me veten. Po. Sepse fëmijët nuk duan një nënë që të jetë edhe e lumtur në fund nuk fare. duan një Po, nënë që ti përgjigjet me qetësi. gjithkohës në stres, Po. vrap këtu, vrap aty, u bë kjo, u bë ajo dhe mamin e kam pas ndihmë. Dhe i them dhe Dardja ka shpërblyer sepse Dardja do shumë. Po. E do shumë mamin tim, shumë pafund, domethënë edhe nëse është diku tjetër thot, po te nëna ku do ikim? Po te nëna ku është? Po pse nuk ikim te nëna? A të pengon ty keqardhja e njerëzve? Nga njërë më irriton, më thënë drejtën. Unë po mundojmë që ta shmang. Persona që nuk them që e bëjnë me të keq. Me kast, po. Po ne e kemi pak të që sa gjuna. Atje ku isha në Itali nuk shikoj asnjë njeri që ta bënte. Jo nuk guxonte, po domethënë i flisnin Dardit njësoj si një fëmijë tjetër që s'kishte asnjë gjë. Po. Edhe nuk e ndjeja fare, domethënë nuk e kisha këtë peshën siç e kanë këtu, që të trondojnë, po edhe mundojmë gjithmonë që t'i shmang njerëzit që mundon ta shikojnë me keqardhje apo me mëshirë apo që mund ta thonë edhe në një fjalë, sepse nuk ja del dot me gjithë që ty kthesh përgjigje. Edi, plus që ka një gjë që plus që nuk dua që kështu jemi rritur, kështu janë rritur edhe brezit tjetër, është pak akoma nuk e kuptojnë dot se ky është me atë do jetosh, domethënë ajo është jeta jote, kështu që nuk mund ta diferencosh, domethënë. Thjesht mundon të shmang, mos të kem shumë kontakte me këta njerëz, ose nëse thonë një gjë i them, po faleminderit edhe e kaloj, domethënë, sepse edhe nëse do të kthej përgjigje, do marr energjinë mbrapsht dhe nuk e dua atë energjinë. Nuk ja vlen fare. Nuk ja vlen fare. Diorën e ka bërë më të butë, e ka bërë më të përkushtuar, më të përkujdesur. Për këtë e kam pak, unë jam munduar që Diorën mos t'jap ngarkesa që nuk i takojnë. Dhe nuk dua që t'jap ngarkesa që nuk i takojnë, sepse ajo është e vogël për vete, është fëmijë për vete, dhe pak se unë kam marrë nga koha asaj për Dardin, po ajo është vetë fëmijë që e do shumë. Po. Në fillim pa qenë Dardi xheloz për Diorën. Për shembull, nëse merrnim ne Diorën, ai qante, dhe sidomos nëse merrte bashorti, sepse ata të dy, domethënë, vdesin për babin. Të dy, në momentin që i vjen veçantë me të. Shumë, me të dy. Në momentin që vjen ai në shtëpi, ato janë gati për t'i pushuar zemra, papi. Është shumë e rëndësishme të kalojë, është shumë e rëndësishme që të bëheni bashkë në këtë rrugtim, i cili është sfidues çdo ditë. Dhe një këshill që do t'i jepja unë nënave, që unë fatkeqësisht nuk e kam vënë në zbatim, është që du të kërkoj ndihmë emocionale, psikologjike. Edhe unë nuk është se kam kuptuar që kam nevojë, e kam neglizhuar. Dhe s'dua ta bëjmë, sepse kjo sjell ato gjërat, problemet që unë po të them. Duke qenë se ti nuk mëson ti menaxhosh emocionet e tua, nevrikosesha, për shembull nganjëherë i vija dhe faj që s'ishin ta atia, të kupton, por ishte ngarkesa. Dhe duhet kërkoj ndihmë për qenë më të qeta, për të menaxhuar emocionet, për të menaxhuar çdo situatë. Dhe jetojmë në një vend i cili mbështetjen e ka minimale. Dhe cilat duhet të ndryshoj, duhet insistuar që kjo të ndryshoj një herë e mirë, sepse është një shtresë e cila ka nevojë pafundësisht. Dhe dikush ka mundësi, dikush ose si unë që dikush e ka ndihmuar, i ka dhënë një mbështetje, por ka familje të tjera që përballen me sëmundje shumë më të rënda, që nuk kanë fare mundësi për për më tepër se ja ku e ke bashorti do duhet të punoj për orë të gjata që t'ju të siguroj juve le të themi të ardhurat. 3 punë dhe kjo do të ndikojë në familje sidoqoftë mungesa e tij. Patjetër. Por Diora e ndjeu këtë mërzinë tuaj në çift? Diora është një person që të kupton edhe pa folur. Të nuhat, pra, në atë që ti bën. Të kupton edhe pa folur. Por përveç se të kupton edhe pa folur, ne jemi munduar që sepse nuk ishte një gjë shumë
e madhe, le të themi. E kuptoj. Po i gjithsesi, është edhe mungesa me njëri tjetrin, që e bën. Sepse ne ishim gjatë gjithë kohës larg njëri tjetrit, kupton? Po. Ishim gjatë gjithë kohës larg njëri tjetrit. Po, shyq se zoti, kjo është një gjë që kaloi shumë shpejt dhe Diora nuk kurse nuk e kaloi. Nuk është se pati ndonjë gjë, kupton? Cila është frika më e madhe në të ardhmen? Mendoj se kjo është, le të them si klishe, që thjesht do doja që një ditë Dardi të jetë i Zotit kujdeset për veten e vet pa që nevoja unë. Pa patur nevojën time. Ky është misioni yt, besoj si mame. Unë shpresoj shumë që ai do t'ja dali, sepse deri tani është, le të themi, është në rrugën e duhur. Faleminderit Zotit. Dhe ky është pengu im ose ajo që unë kam më shumë për Dardin dhe për Diorën, patjetër dua që thjesht ajo të jetë e lumtur. Po për Klaudion çfarë do? Të jetë ashtu siç është. Dhe i përkushtuar për fëmijët, për mua patjetër. Dua dhe që ai të jetë i lumtur si prind, që ëndra që ka ai për Dardin, për Diorën, por edhe për veten e vet, për ëndra që ka për profesionin, për gjitha dua që ta shikoj gjithmonë të lumtur, të arrir, të suksesshëm, sepse Dardi nga Klaudia ka marrë, le të them të vërtetën. Gjithë atë shpirtin luftarak. Shpirtin luftarak e ka marrë nga Klaudio, sepse është person që nuk dorëzohet kollaj. Nuk dorëzohet. Po. Dhe kur jep shumë. Kur jep dashuri, jep shumë dashuri. Sa vite ke me Klaudia? 11 vjet dhe kanë qenë sidomos vitet e para, le të themi, kanë qenë vite shumë të bukura. Patjetër kemi pasur këto vështirësitë, jo për të gjetur, kur kemi gjetur një shtëpi, kemi ndetur dhe larg njëri tjetrit sepse ai duhet punonte në një qytet tjetër, unë isha në Tiranë. Po i them ndonjëherë ditë që aty kur kishim më pak, kemi bërë më shumë qef, edhe kemi qenë shumë të lumtur. Shumë kemi kaluar momente shumë të bukura. Që bestoj do i kalone edhe me kohë, edhe me besimin në Zot. Patjetër. Unë kam një letër për ty nga Klaudio, që nuk guxoj do ta lexonte vet, po unë do ta lexoj ty tani. Shpresoj të futem tamam në këpucët e ti. E dashura ime, kanë kaluar tashmë 11 vite që kur jemi bashkë, vite të mbushura me dashuri, kujtime, sfida e fitore. Sot ndjej nevojën të falenderoj nga zemra për gjithçka që ke bërë për mua dhe për familjen tonë. Me lindjen e Diorës, jeta jonë mori dritë. Ishte një kohë e mbushur me ëndra dhe shpresë, si një botë e re që sapo po hapej për ne. Pastaj erdhi Dard, djali i vogël dhe i çmuar. Dhe bashkë me të, një sfidë që nuk e kishim pritur. Sëmundja e tij gjenetike tronditi thellë jetën tonë dhe na përballi me një realitet krejt tjetër. All this time you have been on my mind. Por në të gjitha të stuhi, ti qëndrove si shkëmb, e fortë, e duruar, e palëkundur. Nuk ka fjalë të mjaftueshme për të përshkruar forcën dhe dashurinë që ke treguar çdo ditë. Ti je arsyeja që ne kemi ecur përpara. Je zemra e kësaj familje dhe drita në ditët tona më të errta. Unë e di që rrugës kam gabuar, ndoshta më shumë se një herë, por sot duhet ta them me zë të lartë. Nëse ti dëshiron që unë të jem pranë teje, unë do jem aty, për jetë, në të mirë dhe në të keq, me gjithë zemrën time. Nuk ka vend tjetër ku do doja të isha përveç se pranë teje dhe pranë fëmijëve tan, Diorës dhe Dardit. Të dua më shumë se sa mund ta shprehin fjalët dhe faleminderit që je ti. Days go by, flowers they bloom and die. Nuk e mendoja që letra Klaudios më. Klaudia në përgjithësi është tip që bën surpriza. Më ka bërë, po këtë se prisja me thënë drejta. Vërtet? Jo, nuk e prisja. Dua ta falenderoj për gjitha ato që ka shkruar aty dhe patjetër që unë do jem gjithmonë për jetë pranë ti dhe pranë fëmijëve. Po mund t'ja thuash vetë. Vërtet? Po, ka tjetër. My
the very end, we're still in love. When you smile, you make my life worthwhile, and I believe that's why we're still in love. E po, që do na emocionoje kaq shumë o Klaudios, ma kështë marrë mendja apo jo? E, si u ndjeve? Mirë, unë i pëlqej surprizat. Ah? Dhe Klaudio bën surpriza, po këtë realisht nuk e prisja. Dhe për vetë formatin që E di, nuk ka ndodhur ndonjëherë, në fakt nuk ka ndodhur ndonjëherë, po ishte Klaudio ta që unë vërtet sta, tipo i bën intervistë Utës ta për historinë e saj, por unë dua që t'i shtojmë diçka, tha, nëse është e mundur, tha, unë e di që ju s'bëni nga këto gjëra, tha, por vërtet. Por tha, do doja shumë ta që t'i jepja edhe unë një mesazh te Utës aty. Në fakt në mëngjes i thash, ti pse po ikën në punë kështu sa ikën sportiv. Tash unë e di thash që mbasi të mbaroj me orindën se do ndihmon tash kam një bluzë blu dhe unë thash çfarë rasie. Edhe jo tha po nga që nuk na lejojnë atje tha shumë të shkurtra dhe tha mirë thash unë. U vesh edhe. Gënjeshta të bardha. Po se prisja vërtet. Po. Nuk e Shumë prisja. se edhe lulet. Me lule që mua më pëlqejnë shumë. E do shumë, pra Dua janë preferuarat e shumë, tua. Edhe madje kemi një histori me këto lulet, kur ishim të pafejuar, ishim në lidhje dhe unë bëja 25 vjeç. Dhe Klaudia në atëherë punonte kamarier. Çfarë kemi punë? Dhe në një nga këto, ke parasysh të bombulat e gazit, Po. kishte mbledhur të gjitha bakshishe, nga ato 5 vjeçe dhe 100-çe, të reja dëm. Edhe përveç atyre kishte marrë një tufë me trëndafila, 25 trëndafila të bardha dhe një të kuq në mes. Edhe mi ka sjell poshtë balkonit në 12 natës, me bashkëpunim me motrën time. Po dhe më shumë më cenoi përveç luleve, ideja ishte sepse ai ishte student në atë kohë, ato E kuptoj. sigurisht që unë nuk i pisha. Ato kursimet që kursim kishte kishe menduar që po. kursimet të më jepte mua. Ideja ishte para se të filloj ishte që kaq kam ky jam. Po dhe unë të kam pranuar, ashtu siç ti ke qenë, e di. Kështu ishte fillimi, jo, për t'i treguar, më Dhe shumë ishte ai po gjesti. ato kanë qenë lulet e para që kam marrë sepse s'kishim shumë kohë që ishim në lidhje në atë kohë, me sa mbaj mend dhe i thash, po më çikar poshtë, tash un kam papin sipër, po fle babi sipër. Aty zbulove ti sa shumë i donte. Lulet, Po, ishte ato. vërtet. Po, i pëlqej shumë, vërtet i pëlqej shumë lulet. Për te të gjithave që përmendi dhe Uta, arsyeja dhe dëshira që unë kisha kohë që e prisja të isha në këtë situatë, është shumë e madhe se përveç se asnjë arsye në botë përveç zemrës, si ta dish, nuk më ka sjellë këtu. Pra unë jam këtu vetëm se zemra ime don të jetë këtu, edhe jam këtu sepse jam krenar me veten. Për ty, për atë që ti je, përveç kësaj krenar më shumë akoma që po lë një shembull shumë të mirë tek vajza jonë Diora, një shembull i cili do ndjekë gjithë jetën, e të qenit një femër e drejtë, një vajzë me karakter të fortë dhe shumë e dashur. Kjo gjithë dhe shoqëroj vajzën tonë gjithë jetën, ashtu siç ti je, edhe akoma më shumë e fat për pjesën e Dardë, që arsyeja shumë e madhe, edhe kryesoj që Dardë sot në gjendje shumë të mirë në krahasim me çka që dhe shpresoj që do jetë akoma më mirë, është falteje. Ti e gjithçka për të, e arsyeja, motivimi, dëshira, gjithçka që ke bërë më shumë se sa një nën, një doktoresh për të gjithçka. Pa ty nuk shpresoj se do ishim në këtë pikë me Dardin. Për këtë gjë jam falenderues gjithë jetën. Por, në cekat e pak më parë, jam shumë i lumtur dhe krenar me veten time për ty për atë që ti je. Ndjem me fat. Jam shumë e lumtur që e shoh këtë skenë. Jam shumë e lumtur që e shoh bashkë. Përveç kësaj, sepse pastaj koha është e gjitha është për ty dhe besoj se kjo është një nga gjërat që do ngel çdo gjë vdes në këtë jetë, por ky është një kujtim më i bukur për ne. Do ngel për gjithmonë brez pas brezi. Dhe prandaj kam dashur shumë të jem këtu, dhe të falenderoj shumë në gjithë zemër ty Orinda që arrit edhe u thyen dhe rregullat ndosha për të ardhur për këtë gjë. Dua dhe t'i kërkoj
Okej, ndoshta nuk kam qenë perfekt për ty, po shpresoj të jemi duri gjithë Asnjëri jetën. nga ne s'ka qenë Kështu që perfekt sepse do kemi doja kaluar në rrugë të shumë- vështira. Do doja shumë që të jemi duri gjithë jetën për ty, me ty, për fëmijët tanë aty, E çdo të pandar gjithkohë. E Ashtu gjithë do doja shumë pas forca. Ashtu them dhe unë gjithmonë. E kam Përveç shprehje. fjalëve, ta nisim me vepra që sot. Këtu do ta komentoj. Surprizat nuk mbaru kanë më të udhë. Jo, do ta komentoj pse. Atëherë, kjo është e jotja një dhuratë. Shpresoj të pëlqej. E kam dhe komentin pse kjo dhe pse kjo ngjyrë. Që sa herë ta shikosh, kujtojnë sytë e mi, se është shile. E shikoni dhe dhuratën për mua kam menduar për vete. Janë burrat më Do të të udhë. pëlqej ty që ta marr, do të pëlqej mua që ta marr. Shumë faleminderit. Kështu që kjo është për ty. Ta vendosësh ti apo ta vendosësh? Dhe është ta në vendosi. shenjë njohje dhe falenderimi për atë që unë jam baba. Po. S'ka që vendosë. Është vendosë më mirë këtu. Okej. Faleminderit shumë. Është Ta Të gëzosh. shikojnë çik. Kuse? E u ta merrete dhe shiko pak. Sa e bukur. Unë i kam shumë qejf të ngjyrën. Shumë e bukur. Kurse kjo, Po. T'ja ke bler vetës ti tani. për një gabim që do ta fillojmë që sot ndrejshëm, e gabimit të vogël. Mua më ka humbur unaza realisht për fat keq në futboll, se unë luaj çdo javë dhe pa kujdesi nxitimi kur mbasim ndeshje nuk dim ku jemi vet. Ne, Dhe më ka kuptoj. humbur. Dhe ka atë humbur ditë. rrethin. Por unë sot shpresoj të ma ketë falur, mora një. Okej, po prit se do ta vendosëm. Dhe kjo aty po ta tregoj te kamera, ka dy inicialet. Të fëmijëve. Është D-ja, zemra në mes që e ti dhe D-ja tjetër, që kemi 2 D. Fantastike, Dhe mua më pëlqeu shumë. fantastike. Kjo tani s'do Edhe ishet. ti do më. ta gëzosh. Do liet futbolli, kjo s'do ishet. më. Jam shumë e lumtur për ju të dy. Jam shumë e Faleminderit shumë për që- këtë mesazh fantastik që dhat për gjithçka dhe sot për mamat, dhe jo vetëm për prindrit që janë në të njëjtën, kalojnë në të njëjtën situatë si ju. Por ama një gjë shumë e rëndësishme, dashuria mes ju të dyve. Dashuria mes ju të dyve ka sjell Diorën dhe Dartin dhe është shumë e rëndësishme që e para është gjithmonë mami. Pastaj vijnë vërtet. fëmijët. Gjithmonë, ashtu si kundër dhe për mamin, është bashorti dhe pastaj vijnë fëmijët sepse janë fryt i dashurisë suaj. është vërtet. Dhe nëse dashuria juaj nuk mbahet fort, dhe të ketë themele të forta, absolutisht kjo do reflektohet te fëmijët tuaj. Kështu që unë e di që ju besoni në Zot. Po, unë edhe Klaudio po, por unë besoj shumë. Besoj shumë, edhe më përpara besoja. Ndoshta Zoti më ka falur se edhe në fillim ndoshta jam rebeluar pak, sepse kam thënë pse unë. Pastaj e kam kuptuar që kjo s'ka të bëjë me mua. Është thjesht një sprovë dhe sprovat vinë jo për dënuar. Sprovat vinë për të dhënë një mësim, për të dhënë një mesazh, për të ulur me këmbë në tokë. Për të tulur, këtë doja të thoya, për të tulur me këmbë në tokë, për të vlerësuar shëndetin mbi gjitha. Gjërat që Zoti na sjell nuk mund të na japi asnjë njeri tjetër. Atë që Zoti bashkon, njeriu mos ta ndaj. Dhe faleminderit shumë që edhe atë mesazh të bukur. Faleminderit ti për Faleminderit ftesën. shumë për ftesën, ishte kënaqësi E shumë. vlerësoj shumë.